Në pediatrinë e Sarandës në këto javë të janarit regjistroi një numër në rritje i vizitave të pacientëve të vegjël. Sipas mjekes pediatre Besiona Azizaj, kjo është një situatë që fillimet e saj ka qysh në muaj dhjetor të vitit që kaloi, por të shtuara në numër deri në 50 vizita në ditë dhe me simptoma më të shprehura infeksionet në rrugët e frymarrjes. Rastet më serioze sipas mjekes, deri në 10 të tilla janë spitalizuar në pavionin e pediatrisë, ndërkohë që nuk kanë munguar edhe rastet që kanë patur nevojë për mjekim më të specializuar dhe janë nisur në qendrën universitare në Tereza. Shmangja e qëndrimit në vende të mbyllura dhe minimizimi i kontakteve janë dy prej rekomandimeve që jepen për të qenë të mbrojtur nga virusi stinor, shoqëruar edhe me kujdesin prindëror të shtuar në 3 ditët e para të shenjave të gjendjes virusale. Ndër këshillat që unë do t'jepja e para do t'ishte që të shmangen vendet e mbyllura dhe kontaktet me njerëzit, pasi spërkat respiratore janë burim infeksioni duke u përhapur. Gjithashtu dhe këshillohet që 2-3 ditët e para fëmijët që janë me simptoma të lehta të mund të qëndrojnë në shtëpi me mjekim simptomatik, siç janë antipiretikët, shurupet e kollës, hidratimi i mirë, pushimi. Dhe nëse këto simptoma pastaj persistojnë për te 2-3 ditëve, shikojmë një ndryshim të gjendjes së përgjithshme të fëmijëve, mirë është që të drejtohen tek mjeku familjes për të parë për një vizitë dhe nëse do jetë e nevojshme drejt spitalit për të gjykuar nëse ka nevojë dhe për hospitalizim. Situata virusale në moshat fëminore vlerësohet se ka një trend në rritje për shkak të karakteristikave të stinës së dimrit. Në këto kushte kërkesa e parë është kujdesi i shtuar prindëror për parandalimin e prekjes nga viruset dhe për vlerësimin e situatës prej ditëve të para, duke mbajtur në kontroll parametrat e shëndetit të fëmijës.